Mjeku çudi të botën, preshi çdo ditë shëron këto tre sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Megjithëse nuk është një nga opsionet e ushqimeve shumë të preferuara për shumicën prej nesh, preshi duhet të ketë një vend të rëndësishëm në kuzhinën tuaj dhe në dietën e përditshme. Ai mund të sjellë një sër përfitimesh në dietën tuaj dhe në organizëm. Përbëhet nga rreth 90% ujë dhe është një element i rëndësishëm i një diete të shëndetshme pasi e përmban ushqyes të vlefshëm dhe shumë përfitime të mira në dobi të organizmit. Përfshirja e preshit në rutinën tuaj ditore mund të sjellë ndikime pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që preshin ta konsumoni si duhet në dietën tuaj dhe ndikimi që ka në organizëm do të kthehet në një sër përfitimesh të rëndësishme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Preshi është një produkt fantastik, pasi përmban antioksidantë të rëndësishëm, flavonoide, minerale, vitamina gjithashtu dhe pak kalori. Studimet laboratorike kanë treguar se alin që përmban preshi redukton nivelin e kolesterolit dhe ka aktivitet antibakterial, antiviral, antifungal e të tjera. Gjithashtu, alin zvogëlon ngurtësimin e enëve të gjakut duke zvogëluar presionin e gjakut, duke penguar formimin e trombeve dhe duke ndihmuar kështu në reduktimin e riskut të sëmundjeve të arterieve koronare. Ekspertët thonë se përfshirja e preshit në dietën tuaj të përgjithshme do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit gjithashtu dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që preshin ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Falëpërmbajtjes së lartë të hekurit që ai ka. Ai ndihmon në luftën kundër problemeve të anemisë. Është një burim i pasur i vitaminave dhe mineraleve të cilat janë esenciale për shëndetin tonë, pasi përmbajnë elementë vital të tilla si acidi folik, niacin, riboflavin dhe tiamin, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e preshit në dietën tuaj në formën e papërpunuar, në mënyrë që ndikimi i tij në organizëm të jetë i plotë dhe gjithashtu i qëndrueshëm. Preshi është një nga burimet më të mira të vitaminës A, antioksidantëve si karotenoidet, zeakanthin dhe lutein. Gjithashtu ato përmbajnë vitamina esenciale të tilla si vitamina C, vitamina K dhe vitamina E. Vitamina C dhe preshi e ndihmon trupin e njeriut të zhvillojë rezistencë më të mirë kundër agjentëve infektiv që shkaktojnë probleme të shëndetit të zemrës. Ka sasi të vogla të metaleve si kaliumi, hekuri, kalciumi, magnezi, shumë të rëndësishme këto edhe për organizmin tuaj dhe në mbajtjen e tij më të shëndetshëm dhe më të fortë. Ekspertët këshillojnë gjithashtu se konsumi i preshit në dietën tuaj do të shoqërohet me një sër përfitimesh mjaft të rëndësishme edhe në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira, siç mund të jenë ato të problemeve të zorrës, gjithashtu edhe të prostatës. Preshi është një produkt fantastik që mund të japë shumë përfitime në dobi të organizmit. Ai është një nga produktet më efektive në mbrojtjen e shëndetit, lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rezistencën e organizmit tuaj në një sër komplikacionesh të përditshme. Preshi i freskët përmban proteina, lëndë ushqyese, yndyrna, karbohidrate, kripra minerale dhe gjithashtu shumë vitamina të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Përfshirja e gatesave me presh në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë e organizmit, për sa koha i konsumohet i freskët edhe pa shtesa të ndryshme. Preshi përmban gjithashtu vitamina dhe minerale. Preshi dhe gatesat e tij janë ushqime bazë të njeriut për vlera të gjithanshme ushqimore. Ato janë në një zgjidhje shumë e mirë në dietat tuaja, madje edhe në mbrojtjen e organizmit. Këto produkte ushqimore shfrytëzohen nga njerëzit si lëndë të para kundër problemeve dhe komplikacioneve që i kanosin organizmit. Sigurohuni që preshin ta konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj, kryesisht në formën e tij të freskët dhe ndikimi që ka organizmi do të përfitojë shumë gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit. Në arteriosklerozën në të gjithë moshat e thyera,
Preshje mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë nëse preshje është një nga gatesat më të mira për moshat e thyera, edhe për të ndihmuar në marrjen më të mirë të fibrave dhe elementëve ushqyes. Preshje përmban elementë të cilat do ta bëjnë organizmin tuaj të përfitojë më shumë nga ndikimi i tij në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë preshjen dhe gatesat e tij në dietën tuaj. Për sa kohë konsumohen brenda normës lejuar, atëherë përfitimet e tij do të jenë mbreslënse në dobi të organizmit. Gjithashtu, është mjaft i shijshëm dhe mbi të gjitha do të lehtësojë edhe procesin tuaj tretës. Pjesa e bardhë e preshit është ajo e cila përmban edhe më shumë elementë ushqyese, siç janë sheqerna natyrale si saharoza. Pjesa jeshile e bimës është e pasur me vitamina dhe substanca aktive që e forcojnë gjithashtu edhe imunitetin. Preshi është një nga perimet më të mira dhe më të njohura në botë, por edhe shumë nënvlerësohet pasi shumica e njerëzve nuk i dinë përfitimet kryesore që do të marrin nga konsumi i rregullt i preshit në dietën tuaj të përgjithshme. Preshi është një nga produktet më të mira të cilat dieta juaj duhet ta përfshijë me patjetër. Kjo për shkak se ai është një nga produktet që përmban vlera të larta ushqyese dhe lehtëson komplikacionet e organizmit tuaj. Sipas Healthline, preshi është një perime shumë e rëndësishme që mund t'i japë shumë përfitime në dobi të organizmit. Ai është i vështirë për t'u tretur, por në supa është edhe më i shijshëm. Prandaj gjeni mënyrën e përshtatshme për ta shoqëruar atë në dietat tuaja për të marrë përfitime dhe gjithashtu për të lehtësuar edhe komplikacionet e organizmit. Preshi mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të syve. Kjo perime është e pasur me nivele shumë të mira të vitaminës A. Kjo vitaminë është e nevojshme për funksionin e duhur të syve dhe për shëndetin e përgjithshëm të tyre. Preshi gjithashtu është i bollshëm në antioksidant, të cilët luftojnë kundër dëmtimit të syve. Nëse shtoni preshin në dietën tuaj, përfitimet në shëndetin e syve do të jenë të menjëhershme për shkak të vitaminave dhe mineraleve që preshi ofron edhe në organizëm pasi konsumohet. Gjithashtu ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të ndryshme të lëkurës, duke mbajtur atë më të pastër dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Një numër i madh i problemeve të lëkurës shkaktohen nga dëmi i radikaleve të lira të cilat i kanosen asaj. Sigurisht, konsumi i preshit në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë alternative, lehtësuese e organizmit dhe gjithashtu rritjen e përfitimeve të tij. Preshi do ju mbajë larg problemin e radikaleve të lira, të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin e lëkurës dhe të rrisin gjithashtu problemin e komplikacioneve. Nëse doni të keni një lëkurë të shëndetshme dhe të mos u vuani gjithashtu edhe nga problemet e faktorëve të jashtëm, preshi mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese për dietën tuaj, çka do të ndikojë pozitivisht gjithashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të lëkurës. Ekspertët sugjerojnë dhe këshillojnë konsumin e tij në forma të ndryshme të gatimeve të shijshme që mund të realizoni me përmbajtje të preshit. Preshi është i mirë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj kardiovaskular dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht që, nëse doni të përfitoni më shumë për shëndetin e zemrës, këshillohet të konsumohet kjo perime, pasi do të japë rezultate fantastike në shëndetin e zemrës dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet. Persona të cilët të vuajnë nga tensioni i ulët i gjakut mund të përfitojnë gjithashtu nga gatesat me presh, duke ndihmuar organizmin të stabilizojë më mirë gjendjen e tyre shëndetësore dhe gjithashtu të përmirësojë edhe tensionin. Është e rëndësishme të përdoret me kujdes në dietën tuaj, kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe fuqiplot. Ekspertët këshillojnë që preshin ta shoqëroni me produkte sa më natyrale dhe dieta juaj do të pasurohet me elementë ushqyes të cilat do të ofrojnë një rigjenerim më të mirë të shëndetit dhe mbrojtjen gjithashtu nga radikalet e lira. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë, të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.